Digjet pjesërisht tregu i fruta perimeve me pakicë në qytetin e Lushnjës. Zjarri ka rënë rreth orës 3:30 në pjesën fundore të tregut. Kanë qenë banorët e zonës ata që kanë njoftuar shërbimin zjarfikës dhe policinë, të cilët kanë bërë të mundur izolimin e vatrës së zjarrit, duke shmangur përhapjen e tij dhe djegjen e plotë të tregut, pasi mbulesa e strukturës është plastike. Rreth 25 tregtar ambulant kanë pësuar dëme të konsiderueshme, pasi produktet që ndodheshin në tezgat e tyre janë shkrumbuar plotësisht. Tezgat janë të vendosura brenda tregut, i cili ruhet me roje fizike dhe survejohet me kamera sigurie. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të zjarrit, ndërsa paraprakisht dyshohet se a mund të jetë i qëllimshëm. Edhe pse një prej kamerave të sigurisë ndodhej vetëm 3 metra larg zonës së përfshirë nga flakët, ajo nuk ka mundur të fiksojë as tipamje të autorit apo autorëve të mundshëm. Sipas të dhënave, tregtarët përdornin çadra dhe mbulesa të tjera mbrojtëse për mallrat, të cilat kanë penguar fushpamjen e kamerave. Tregtarët e vegjël kanë pësuar dëmet të mëdha në ekonominë e tyre familjare. Dëm më shumë s'ka ku të shkojme. I kemi lëvërsoj vetë, shikojme thas me ara jenë gjithë në tokë. Gjithë në tokën, për gjuna me atë ushqemi. Në është bërë shumë dëmi më. Kemi pas gjithë malë. Ku do t'i gjime të lekë të tona? Gati 3 miliona sa lekë malë. Një ndjeku, që të bëjmë në? Ndërkohë grupi i emergjencave civile pranë bashkisë po vijon evidentimin e dëmeve të shkaktuara për secilin tregtar.